Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që po na ndiqni. Deficiti tregtar i Kosovës në raport me vendet fqinje është në shifra të frikshme. Kosova është vendi vetëm që importon shumë herë më shumë, gati 7 miliard, nëse mund ta them, dhe eksporton madhra në vlerë 1 miliard. Përderisa vendet e rajonit këtë deficit e kanë në shifra shumë më të ulta, duke filluar nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Kroacia. Po shkoj më tutje me Sloveni, sepse deficiti aty është në shifra shumë të vogla. Për Kosovë është 7 miliard import dhe 1 miliard eksport. Vetë Ministria e Tregtisë këto ditë, zonja Mimoza Kusari Lila, alarmoi mbi këtë problem duke mos dhënë zgjidhje premtuese të shpejta për atë se si do të mund të Kosova të ngrisë kapacitetet e aftësive të saj prodhuese e konkurruese në mënyrë që eksportet e Kosovës të shënojnë vlera dukshëm më të mëdha dhe të zvoglohet hendeku i këtij deficiti që po shkon ekonominë e Kosovës. Kanë ftuar Hyzer Gashin nga Oda Ekonomike Shqiptare, kryetari i kësaj ode, që 37 vite është në tregun privat, merret me biznes, dhe me të do të diskutojmë një analizë kryekëput të tregut se si po lundrën, ta them kështu, në këtë oqean me shumë valë, figurativisht, ekonomia e Kosovës. Zoti Gashi, faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi marr pjesë në këtë emision. Së fundi, shifrat e importit dhe eksportit në Kosovë po shënojnë rritje, nuk kanë trend të uljes, zoti Gashi. Në vështrimin e analizën tuaj, si definohet ky problem? Kush është shkaktari kryesor i këtij problemi? Së pari të them, në një vizitë që bëra në Sloveni dhe kontaktet e biznesit kosovar me atë sloven, mora informacion se raporti ka qenë 9-1, që do me thonë 9 herë kemi importu, 1 herë kemi eksportu me Sloveninë. Unë mendoj që thellimi i këtij hendeku ose në këtë vetë, sigurisht këtë që e thash, 9-1, me siguri se ne nuk do të arrim shifrën me rremullaksu në 1 miliard eksport, dhe sigurisht që importi do të jetë ky afërsisht, se jemi në gjysmën, kemi filluar gjysmën e dytë vitit. Ju referova shifrave drejt. Aja është gjendja në perceptimet tona. Kjo vjen nga një mospasje të një programi, mospasje të një përkraje ndaj prodhuesve tonë, që dihet që ne prodhojmë mollra dhe shërbime. Në këtë rast, unë nuk kam pa një program të qartë, ose kur farë programi definum se me çfarë instrumente do të mbulohet ose përkrahet sot prodhuesi jonë. 3.5 miliard, kryetar Gashi, ishte në vitin 2003, vlera e produkteve të importuara. Shkoj në vitin 2024, mbi 1 miliard më shumë, në vitin 2025 po ashtu, në vitin 2026, deri në këtë kohë, 6.5 miliard vlera e importit. Kush janë faktorët që po e bëjnë me ngërç kretë industrinë prodhuese në Kosovë, sipas jush? Pse ta kemi këtë import kaq shumë në shifra të mëdha? Çdo vit të rritur. Po, unë thash se ne nuk kemi një program të përkrajes, për edhe ata prodhues që ne sot i kemi, nëse ne po përgatitemi me eksport produktet tona, unë mendoj që Ministria e Tregtisë ose dhe vetë qeveria do ta ketë një subvencionim. Çka nuk kupton kjo? Të gjithë po mendoj ata që po eksportojnë të kenë një përkrahje për me mbulu këtë zinxhir i cili i kostove që ndodh derisa ne përgatitemi, po dhe rrismi prodhimtarinë për
eksportet tona në këtë rafsh. Asë është të fuqi masa subvencionimit për Subvencionimi eksportit. Po, për kraja e programi për krajës edhe dy subvencionimi i eksporteve. Eksporteve. Asë është nuk ndodhë kjo aktualisht? Kjo fare nuk ndodhë. Do më thonë, ne nuk jemi të pregaditun edhe qka është gjëja ma e keqen këtë rafë, gjëja ma jo përkrase, ne kemi ndërtu disa ambasada. Nuk di sa do jenë ato ambasada, por atje nuk ka asa atashe ekonomik. Ne faktikisht do të ndërtojmë vetëve t'ju. Gjdo prodhuesi joni të gjoj kanale. Korridoret e tregjeve, po? Po, tregjet t'i gjoj vetë. Atëherë, kjo është një paralelizëm. Pse ndodh gjë kjo kostë t'i mbojmë të ambasada kur ato nuk arrin dot të mundsojnë, lehtësojnë depërtimin e produkteve tona në vendet ku ne e kemi synimin, por ne paralelisht bëjmë kosto shtesë për me mujtën me gjetë prodhues. Dje në zyret tona ishin blerës nga Turqia, zinxhiret mëdha të marketeve, produkti jonë që është fabrika e lonxheve, ishin negociata që ne ju dham gjitha informacionet për eksportin në Turqi. Kemi të liberalizuar tregun 100% me Turqinë. Çfarë po them? Po them që ne si buxhet që kemi të shtetit, nuk e kemi asnjë përqindje definuar ndome, një strategji afatgjate. Strategjitë zakonisht janë 5 vjeçare. Bon politika shtetënore me rrit prodhimtarinë tonë, por me pregadit mundësinë tonë më të lehtësume për eksportet edhe këtë rafsh, mendoj rritja e eksportit neve na krijon pozita një perspektive në të ardhmen se po rritemi, edhe pse do të kalojnë shumë vitet që ne bëjmë ne balancim mes eksportit e importit, nëse thëmë 50-50. Bilanci tregtar është në shifrat frikshme. Nësishti i keq për ekonominë. Dy indikatori përmende, programin e përkrajës, që mungon aktualisht nga shtetit, dhe subvencionimin e eksporteve. Po indikatori i tretë, kush është? A ka të tjerë indikator që bëjnë industrim prodhuese, ato që kështë aftësi konkurruese të gjerë produktet jashtë në tregje rajonale me gjerë. Pse biznesi është në kaq ngërç, në kaq panik, nëse mund ta them ashtu. Kjo tregon panikun. Biznesi, ambienti i bërit biznes Kosovë, dita ditës po vështirësohet. Një nga faktorët mund ta marrë edhe rritjen e çmimit të energjisë, i cili në zinxhir krijon kosto të reja, krijon që produktet tona nuk mujnë me pas një atraktivitet për shkak të çmimeve, se ne ato kosto do t'i përllogaritmi. Nuk kena një politikë të qartë për faktorët që quhen klime biznesit ose të gjithë rrethonat ku bëhet prodhimi jonë. Mos pas faktori i dytë, jo stabilitetit tash që ka donë jo stabiliteti i burimeve njerëzore. Ne kemi një situatë shqetshme ku njerëz tonë, punëtorët tonë, faktikisht nuk kemi të mjaftueshëm, edhe presionet bëhen më të mëdha për rritjen e pagave. Është shumë vështirë me bën një hap, edhe gjithherë ne afarisht që jemi me tradit, mendojmë që ai ta sheh perspektive në atë kompani, se nuk është zgjidhja në afat shkurt, ta sheh jetën e vet, jo vetëm pagën, por ta sheh edhe perspektiven e profesionit, stabilitetin në afat gjatë. Edhe kjo është edhe një faktor që po rrezikohemi, pse nuk shohin perspektivë. Ku janë faktorët që nuk shohin? Vetëm në ambient të kompanive, po dhe kështu njëtën e përditshme njerëz faktikisht me sa unë bisedoj, nuk e shohin afat gjatë një perspektivë të vete, e presin hapin e parë për të larguar në vendet ku migrimet vetë biznesi, vetë industria. Vetë industria. Do më thonë, pse mos pasja një perspektivë edhe një përkrahje vetë industria, sigurisht që nëse nuk planifikon
të dislokon dikun në një vend ku mund të ketë, edhe ta shifet që njerëz kosovarët nuk janë mo ata që në fakt në gocën e mbyllur janë duke po edhe vende tjera, si afarohet, çfarë. Kompanitë që kanë lindur ose po zhvillohen në vendet perëndimore ku janë mase një ardhme nashta që bojnë një përvojë, kanë gjetë shtratin për me kriju suksese dhe këto suksese ose partneritete me këto kompani jashtë dhe brenda, neve na japin mundësi, na japin mundësi për një organizim më të... Por çfarë ndodh në aspektin shtetëror? A kemi ndonjë lëvizje? Sot e kësaj dite Kosova po importon, po t'u bën paron në për kufe. Nuk është në gjendje me kriju spori një ambient që të veshëjat mlidhet në brendit, krijoj rgonët që ndryshme në brendit vendit. Dhe ne që në start duhet të paguajmë taksat për shtetin, kurse fitimet tona edhe problemet tona janë në fund tunelit, në kuptë shpeshherë dhe zinxhiri i inkasimeve, të pagesave, asnjë instrument shtetëror i joni nuk po dërgohet efikas, që edhe ky është njëri nga faktorët të bërit biznes, që do të thotë çfarë është siguria brendshme e mbrella në si përmorsi kur ai detyrohet të gjitha të lëshyjnë ose mirën në mënyrë të dhënshme, them se faktikisht ne detyrohemi të marrim kredi enorme të mëdha me mbulu edhe zinxhirin e mos inkasimeve dhe zinxhirin e po mendoj edhe obligimet që rrjedhin pagesave nga argëtimi tyre, po. Do të thonë, kjo është edhe një nga faktorët që neve na rrezikon, pse nuk shohemi, ose nuk po shohemi që do të bëhet një përpjekje. Një pjesë e ekonomisë në Kosovë ende ka mbet në informalitet, edhe kërkosh nuk e thot hapur, por ne që punojmë në këtë vend e shohmi që aja ka mbetë dhe aja vazhdon. Aja as nuk publikohet, po mund të jetë dikon 30-40, unë tash nuk do të... Në këto shifra 30-40%? 30% mund saktë. Nuk e thot qeveria. Po nuk e thot, se nuk i konvenon qeverisë me e thonë se do të është një gjë keqe për ta që nuk arrin dot me zvoglu këto. Po unë nuk shoh dhe shenja për këtë disiplinë financiare. Dhe kjo është një nga faktorët shtesë i të bërit biznes. Sa partner të huaj unë kam pas për me kriju partneritete, janë këta faktorë. Mos i them faktorin gjykata që lëndë nuk zgjidhen me 10, 15, 20 vite, lëndët shumon edhe nuk zgjidhen problem. Gjykata komerciale, po si sistemi i drejtësisë është zvarrit trajtimin e çështjeve. Si? Në përgjithësi, sistemi i drejtësisë zvarrit në pafundësi trajtimin e çështjeve. Unë ta thash që mesatarja do të del aty, ne kemi lëndë edhe 20 vite, po për marrë një mesatare, po në fakt, jo efikasiteti edhe shpejtësia zgjidhjeve këto, çdo njeri që don me fut kapitalin, se tash për shembull mund të bëjmë partneritete, edhe unë gjithmonë kam qenë ai që kam thënë se partneritetet na dohen për me mësu, edhe përvojën e krejt. Një treta e partneritetit, për shembull nëse dy hise janë parat tona, mund të marrmi përvoja, hulumtojmë tregje dhe bëjmë një mundësi për me kriju një stabilitet. Jam të shiku një deklarat të zonjës Kusari që edhe këto ditë ku e paraqitit gjendjen e bilancit tregtar të Kosovës, që tha se nuk është e mirë, por se kanë identifikuar pikat kritike të këtij bilanci jo të mirë tregtar për Kosovën dhe se ndërrenditit disa prej pikave që nuk e ndryshojnë menjëherë këtë realitet të zymt ekonomik, por do duaj kohë. Midis tyre ishte edhe aftësia, edhe aspekti human njerëzor, cilësia produkteve, konkurrenshmëria, etj. Po nuk përmenden kërkun, siç thatë ju, ambasadat, mbështetje konkrete e kështu me radhë, që do të ishte një indikator mbase unë e thash për ambasadën. Çështën e energjisë e kështu me radhë. E përmend edhe çështën e energjisë, po. Hallka ose zinxhiri
e ambientit bëri biznes, nëse dikun qalon një faktor, faktori energji është faktor këç, jo stabiliteti energjetik dhe kostot që janë. Unë e kam thonë dhe me një intervistë që kjo çështje e tregut hapur të energjisë, ne jemi për treg të hapur, por është e çuditshme. Politikat e shtetit do të orientohen që këto çështje t'i merr me maturi edhe të krijon mundësi që bizneset të furnizohen në mënyrë të rregullt, t'ja krijon infrastrukturën, po edhe çmimet të jenë të tilla që janë përballueshme. Jo ne të ushqejmë një sistem elektroenergjetik i cili për mua është diçka. Pasi që edhe në këtë fushë kemi investime tani edhe jemi ka fundi në energjinë diellore, po du me thonë një gjë, pse na nuk po arrim me kornizat ligjore me kalu fazën e dytë. Ne mos thomi s'kemi berë, s'kemi shumë institucione që janë nevojshme. Kompani tona në rrit aty ku e në rrit, po s'kan se si të shkojnë më të tje, për arsye se nuk është kapacitetet shtetënore kanë met mrapa, nuk po zhvillohen. Nuk po zhvillohen edhe zëmsia krijohet kur se ne nuk mund të ecim pa një kornizë ligjore të qartë, edhe e cila funksionon për të shndruar këto kompani. Për shembull, unë kisha tani kompaninë për ta bën një holding të hapur, edhe dhe sa kohë na merr ajo? Po? Na merr 1 vit, 2 vite, më institucionet tona kanë met aty ku janë metën në një ekonomi mas luftës e cila me një kornizë aja çfarë ishte, por aja do të zgjerohet, do të krijohet komunikimi me qeverinë. Unë nuk di. Zonja Mimoza apo kryeministri kur ka pi kafe me bizneset reale të Kosovës, më ulmi po, janë këto fabrikat tona, janë këta njerëz tonë, edhe me ndëgju hapur se cilat janë problemet që ata hasin direkt. Ne do të ikmi improvizimeve të njerëzve që kanë kriju një farë virtualitetin në për televizione, ata s'kan as fabrika, s'kan as gjo, edhe gojnë e kanë plot zgjuarësi për ekonominë për atë. Ne kemi disa njerëz që kanë kriju një bërthom ekonomike në këtë vend. Që 37 vite jetë. Po s'paku njëherë në vetë kryeministri një vendit do të mundet me njerëz që ja bojnë ekonominë, sa ata dhe mbushin. A keni analizë, për çka për cilën arsye nuk ndodh kjo? Po, unë nuk e di. Po unë piç për them që s'paku do, po. E cila është mendimi e ati që po pretendon me kon kryeministër, s'më dhejsh këtë vend, do të me ditën se në fakt asnjë vend nuk zhvillohet pa ekonomi. Unë s'paku nuk po arrim me kuptu ato taksa që na paguim. Në shumë vende, njerëz në fund vitit mund të kanë një mirënjohje, pse kanë mbush arkën e shtetit, po, dhe edhe ata kanë se çështja po mendoj është një lloj patriotizmi mbrëmshëm kur ti shpërblesh me një mirënjohje, me një falënderim, me një diçka, se ne nuk do, po mendoj nuk kanë apetitet që ne të kemi veç para, po të kemi edhe dignitet në këtë vend, pse i kemi ndërtu, janë kapacitet zhvillimore, flas për ato, nuk po flas për pjesën e errët të gjonave që ndodhin në këtë vend, po për pjesën që në fakt nëse këto shërbime ofrojmë këto fabrika, është kënaqësi kur i shet të rit që po kërkojnë punë edhe ulte makina, i thuj ja këtu ke kompjuterin, drejtoje, është teknologji të zhvilluar, edhe ai nga rruga, nga kafeneja po kalon në mënyrë aktive. Cili do të jetë stimulimi për këta njerëz që futen. Për shembull, do të ketë një program. Se ta njerëz na po i morëm nga rruga të pabalancuar, parsimum si do. Edhe po i trajnojmë mbrena për mi pregadit ata. Një familje,
po kthehet nga rruga në diçka dobishme. Më thonë, kë mund t'jenë hapa të vegjël, po që krijojnë për det një perspektivë reale. Nëse po thomi se shteti jonë dikon mund t'i ketë rreth 100.000 njerëz mrena sistemit, vetë duke marrë edhe këto ndërmarrjet publike. Sheni, sot, me zhvillimet e sistemit, teknologjisë informative, për shembull, inteligjenca artificiale e të tjera, na jep komoditetin me zvoglu gradualisht këtë rritje enorme të madhe. Kur i përmenda ambasadat, ato kanë kosto. Nëse një ambasador për 5 vite nuk ka sjell një investitor ose nuk ka ndërmjetësu që produktet e tona të janë në zyrën e tina, ti shet, ti pe, ti konsumoj, edhe ti prezentoj para opinioneve tjera, si do t'jetë armja, si do t'i mbajmë këto na. Janë do me thonë një zinxhir i problematikave që ne se kemi kuptu, pse duke marrë parat nga bota e biznesit, duke fut mrena buxhetit edhe duke i shpërnda ato para në mënyrë jo proporcion, duke financu konsumin e jo investimet. Do me thonë, është prish balanci. I thellë tregtar ka thënë që ne jemi kolektivisht ekonomi e konsumit. Po, unë po me ne edhe struktura buxhetore, ne nuk e kemi komoditetin të sillmi mënyrë me një farë lloj apo rënohet kjo strukturët e kësaj ekonomie që ndërtuar, këtij lloj biznesi, apo rënohet? Unë po mendoj që është duke shku nga një ngulfatje. Kam pas kontakte edhe të gjithë njerëz vitin e kaluar nuk kanë qenë gjendje me lëshy obligimet. Për shembull, nëse ne po ju dhom cimentot, tulla, hekur e gjëra që ju vynë ndërtimtari, kanë marrë kredi me lëshy obligime se s'kan mujt. Me vonesat buxhetore për t'ju pagu atyre, ata përmes me hupën zinxhirin e pagesave dhe autoriteti janë detyruar të marrin kredi. Kredit kanë një kost kur mirët. Edhe bankat janë në kanë shpërsu kriteret kanë shpërsu se bankat janë ato institucionet e para që e hetojnë që pasiguria pështohet. Shpërsimi kriteret për marrjen e kredive është indikator? Indikator se i niklime kritike të bërit biznes. Ata bëjnë analiza se kanë ekspertë, ata mirën me atë dhe ata e dinë mirë që mund të rrezikohet kapitali i tyre në moskthim, në falimentimin e atyre. Që më thonë, shumë faktor janë që po e bojnë këtë konglomerat të veprimeve. Njënënon shteti me vonesat në sytë tonë shihet jo stabilitet, do më thonë nuk ka, tashmo nuk kemi edhe autoritete reale në kuptimin mund të quaj provizore. Paqënueshmëria politike faktor tjetër thua. Faktor është jo pak i rëndësishëm, por shumë i rëndësishëm. Depozitat në banka, sipas një raporti të Bankës Qendrore, zoti Gashi, janë rritur. Depozitat në banka të atyre bizneseve që kishin planifikuar të investonin, por që nuk investuan sepse depozituan parat në banka. Dhe interesi është i bankave me shifra më të rritura. Çka për ekonominë, çfarë treguesje kë? Pikërisht, kjo është lajm i keq. Do me thonë, ne nuk po investojmë parat në zhvillim ekonomik, po investojmë në për t'i ruajtur parat. Për t'i ruajtur. Një biznes me çfarë logjike funksionon? Vetë logjika rujtjes të paras, edhe pse marrin një çmim, është lajm i keq për arsye se parat do të shkojnë në investim, ato po shkojnë në rujtje. Tërheqja kapitalit në qarkullim për të hapë perspektive dhe investime, neve në ngulfatë. Dhe kjo ngulfatje sot krijon skema të ndryshme që sigurisht në ditë vim do të shohim se ka dhe skema piramidale, shembull në Ferizaj po më thonë se është një skemë piramidale. Po për kënd se mi shumu ato para dhe aty në fund aja do të delë që në fakt dikush do t'i hup edhe mjetet që i ka deponuar aty. Po du me arë në një përfundim, se njerëz
i kërkojnë këto? I kërkojnë për arsye se nuk shohin perspektivë në investime, se investimet në prodhimtarie dhe në gjona tjera zgjasin 5 vite për kthim, ose 10 vite për kthim. Mi po, s'paku kem pritje, se kemi investu dhe po presmi kthimin e investimit edhe një lloj qëndrueshmërie afatgjatë e strukturës tonë ekonomike. E shoh sa po ta shkruaj emrin e zonës Mimoza Kusari, Lila, ministrën e detyrës tregtisë, del që kudo që shkruan emrin e saj, vendime dhe masa që ka marrë, dalin ato vendime, midis tjerash edhe ato për ndalimin e importit të cimentës. A është kështu vendimi i Ministrisë së Tregtisë? Çfarë po ndodh në këtë fushë? Gjithë kjo në funksion sipas saj të zhvillimit të kapaciteteve vendore të prodhimit. A është kjo qeveri duke, s'po them kujdestaru, po duke u angazhu praktikisht në zhvillimin e sektorëve real të ekonomisë? Çfarë po ndodh në sektorin e cimentës? Kapacitet tonë janë ato që janë. Se je pjesë e branshit dhe kjo eksperiencë të gjashme. Kapacitetet tona, ato që janë, në shartësem, ne nuk kemi fabrika tjera, atë që kemi aty. Aja gjysmën e tregë, po as gjysmën nuk e plotson. Ne e kemi Shqipërinë, edhe jemi një këmbë në 2 shtete. Ne po importojmë pej Shqipërisë, jo pej Serbisë. Do me thonë, raportet mes shqiptarëve ekonomike po zhvillohen sa jeton që ne kemi, dhe ato janë kualitetet dëshmume, do me thonë, të modrave që e kemi majtë këtë balans, janë largu faktor tjerë për mu, jo me diçka me protekcionizëm, po faktikisht me aftësinë tonë për me prezentu në treg kualitetet mira, edhe unë kisha pyetën njerëz që merren me këto, për çfarë u ndërtu rruga e kombit? Pyetja është kështu. Ai është investim që do të kthehet. Nëse ne e përdorim rrugën për dalje në det, për importet edhe nga jashtë nëpërmes ose eksportet, po. Edhe të gjithë kapacitetet që janë në hapësirën tonë kombëtare, atëherë ne me një farë aspekti po e ndërtojmë këtë pjesë të Ballkanit perspektiven tonë. Nuk janë për por nëse ne kemi produktet tona, pse të importojmë nga të tjerët? Edhe cilat mosa janë, unë i din 2012 që është përdor një po mendoj lloj ngushtimi të importit për të rritë çmimet e shartësimit të jenë ka manipulime që të rritet pasi që ne kemi ofër 1 milion tonelata në një treg, edhe është atraktiv për shkak të ndërtimeve, dikush përfitoj nëse e ndal importin atje. E din Mimoza atë problematik, aja e din pse e ka marrë atë mos edhe pse u rënu. Në fund doli që aja ishte jo e drejt, edhe gjykata e ka dhënë mendimet e vetë. Në atë kohë e ka dhënë, dhe ne kemi mbyll atë çështje, edhe pse procedura në gjykata të komerciale po vazhdon për domet që u shkaktun kompanisë tonë nga ajo ministri. E keni në gjyq shtetin për ta? Po, e kemi në gjyq. Keni vend qitë në gjyq, po. E kemi në gjyq, se në fakt, deshtëm t'i dim faktor pse u Në atë kohë shteti përkroi shartësimin? Në atë kohë shteti nuk e përkroi, në shërbim të shartësimit, po? E kishte në orbit dikush do interesa më të fuqishme edhe menoj që do të eliminoj importin prej Shqipërisë për ta futën, për ta ngritë çmimin në mënyrë agregate. Siç që nëse oferta dhe kërkesa nuk balancohen, atëherë e zvogëlon importin edhe produktet vendore rriten. Këso mosa neve na qesin në një situatë. Sot cila është gjendja, zoti Gashi, në këtë sektor? Cila është gjendja sot? Cila përballja jote sot në... Momentalisht ne nuk kemi problem, jemi duke importu. Për çfarë mendon shteti të bëjmë ato tje, nuk e di, po ne jemi duke importu në vazhdimsi, edhe ne bëjmë 1/4
e eksport-importit me Shqipërinë, bilancin tregtar. Ka përdu me thonë? Dikun rreth 50 milione më tepër ne jemi ata që e ndërtojmë këtë komunikim me produkte. Ju jeni ndërfurnizut kryesor të tregut. Edhe produktet tona e eksportojmë, po. Të gjithë inputet që janë atje, duke filluar nga cemento, hekuri, tulla, e gjitha, njëjtën kohë dhe duke eksportuar disa produkte tona, për shembull bira, pesë, shkon nëpërmes sistemit tonë transportit. Së është një flotë e madhe e transportit që tash ka bërë përvojë. Të shpërndarjes, po. Kështu u ndërtu një e ardhme, komunikimet që janë bërë me neve dhe andej e bojnë një fuqi, një njohje për të ardhmen edhe qeveria shqiptare ne, edhe kjo qeveri, spokut, këta nuk po takohen, spokut na leccojnë neve komunikimin që sot në kompani tonë nga pjesa e Kukësit e Këndej janë punësu mbi 20-20 që janë fuqi punëtore që ata kërkojnë edhe kanë paga dinitetshme këtë, atyre pasi që dhe kanë një, po mendoj, pagat më tolë tani edhe këta morin paga Këndej. Do më thonë, qarkullimi i mollërave dhe kapital, po mendoj, burime njerëzore resurset, më një farë aspekt shkon duke u stabilizu, por jo shumë i përkrahur nga instrumentet shtetërore, andej dhe Këndej. Nuk po gjen asnjë fjalë, ta them të mirë, vlerësuese për këtë qeveri të zotit Kurti. Unë e shoh në mënyrë të pandshme, politikisht, do thonë, jo kjo partia. Mu më interesoj ekonomia. Kushdo që tjetë atje, unë mund të them me zot hapur, se këtë kam lind, jo më rrit, kam punu këtë, edhe për shtetin, edhe për kompanin, si ne, i tham gjërat që nuk po shkojnë. Unë tham pse nuk arrim të ulemi, mënyrë të pandshme, të flasme për të ardhmen e fëmijëve tonë. Këtë që po thu, ekziston një situatë e leqitjes së shtetit me juve në biznes. Unë tham e mos interesimit. Po unë pe quaj leqitje, po tam kështu figurë. Mos interesim për të ullë edhe për të bashkëbisedu cilët janë faktorë që ne po menojmë, që po qalojnë edhe nuk po arrim do t'i përmisojmë. Ne zotin Kurti e shohim në për bizneset të ndryshme. Jo shpesh, por e shohim. Po. Nuk është që nuk e shohim, edhe ato edhe zonin Kusari Lila. Apo ndajmë bizneset sipas vijave dhe prirjeve partijako-politike, a do duhim base të... A ekziston kjo klim fillimisht? Unë po mendoj që bizneset do të vizitohen të tëra. Kështë kryeministër i një vendit, edhe na jemi këta që jemi. Biznes nuk ka politik, po ka, do me thonë, racionalitet ose zhvillim ose jo zhvillim. Kompanit tonë e në të hapur për se cilën që po ushtërën për momentin një autoritet shtetëror me e pa se ku janë. Nuk kemi ndalesa pra s'kant, por selektimi i bizneseve krijon një pasqyrë të rreme në opinion. Pse? Po futëm na në këtë sistemi që unë kam një raport ndërtum mitësore, krejt ato, edhe ta keq përdori që ja, po bënd një publicitet, një lloj marketingu, një lloj e vizitoj kryeministri ose ai tjetër. Unë tham se dohet patjetër kryeministri një vendit dohet të thirrë biznesmenët që e bujnë ekonominë e këtij vendi. Dhe të bashkëbisedojmë me tjerë. Fabrikat mund t'i vizitojmë, jo vetëm kryeministri, po dhe deputetë dhe të tjerë, ta shohin, krijojnë, marrin informacion real, për arsye se një pjesë e madhe në Kosovë të njerëzve nuk e dinë sakt se çka ndodh në këtë vend, ku prodhohet, si prodhohet, çfarë ekonomie ndërtohet, o thonë se shtembrohet, i jepet një opinion shumë i madh një biznesi atje, a na e dim sa është ai. A i shikon kjo qeveri sipas jush edhe bizneset sipas prirjeve partijako-politike? S'kisha dosht, po, s'kisha dosht aja në s'kisha dosht mi poshtë. Por, po menoj që këtë edhe është aja jo serioziteti. Ne pagujmë taksa të gjithë.
sipas obligimeve që i kemi ndaj orkës shtetit, dhe injorimi një pjesë të biznesit, favorizimi një pjesë tjetër, do me thonë, për mu, është padrejtësie molle. Edhe ne nuk jemi atje për të gjunizu mi taku kësoj partije ose asoj partije. Se s'paku për 37 vjetë është rënu dhe Serbia për këti veni. Edhe e ka menu që zdo të rënuat, po rënuja sosët. Ne kemi kontinuitet. Pse po e përmen Serbinë? Po e përmeni se Serbia por i kthehet me format ndryshme. Nëse ajo prezent me modra dhe me të faktikisht diplomaci, po ajo është një diplomaci ekonomike. Ata njerëz që importojnë krejt edhe ka një qasje më të butë, më një agresivitet. Serbia po sillet në mënyrë agresive vazhdimisht me ne, a faktikisht na konsumojmë modrat e saj. Këtu po krijohet një huti. 200 milionera importoi Kosova, është vlera importit të rërës. Me qenë se është ndalur licenca gjitha kompanive tjera gurore. Dhe ka atë vetëm shartësimi aktualisht për 15 vitet e ardhshme. Po, vetëm Është shartësimi. në shqyrtim, janë në shqyrtim licencat e tyre. Unë mendoj që licencat... Edhe zallë me importu prej... Po kjo është tragjike. Po ne ato minjera të guroreve, gjitha që i kemi, mirë do të kuptohet, nëse ato do t'i plotësojnë disa standardet kritere. Ambientit pa negociueshme. Do me thonë këtë aspekt për t'ju bo një analizë edhe për t'u pa realisht ku mund 200 milionerë. Po, 200 milionerë, si kryetari i odës ekonomike shqiptare. Si shini të importon Kosova rërë. Pikërisht, kjo është ai që tham fillim, rritja e importit dhe sarrim eksportin me rrit. Vetëm shartësemi e ka, si në vitin 2012 të krasti, ju edhe tash e ka vetëm shartësemi. Këtë licencë për gurore. Ajo, nëse shartësemi është kompani publike e shtetit Kosovës, më sa diun shartësemi kompani njësoj si kompani tënda. Titani grek. Po mirë, aja a është aso ashtu, nuk di aty. Dhe qeveria Greqisë këto ditë shprehu mirë njoje për kushtimin që ka qeveria për këtë lloj biznesi, për raportet me biznesin. Po sigurisht, nëse aty ne po ju bën të favore, edhe po diskreditojnë tjerët, bizneset që janë këtu vendore, atëherë është qasje selektive. Unë mendoj që këtë, për një moment, mund duket se është ratu, por mund vije një moment kur revolta dhe kundërshtimi mund bëhet i hapur edhe në rrugë, i njerëzve që thjesht nuk arrin dot me marrë licencat ku kanë kushte edhe Nuk po flasim për standardet mjedisore, ato që burojnë nga ligji, që janë të panegociueshme, që duhet zbatohen, por që të merret të gjithëve licenca, kjo për fasuesit e këtyre guroreve ngre shqetësim për juve si kryetari i odës ekonomike shqiptare. A është shqetësuese kjo? Po, ma kanë shpreh të gjithë kjo shqetësim. Edhe, më thonë, do edhe qeveria t'i hapë sët se këto biznese nuk i ka kriju qeveria, po i ka kriju njerëz me punën e tyre, me ndjersën e tyre, me vitet të tëra. Ne nuk kemi ndonjë krijesë nga qeveria që ka funksionu, se qeverit në kohën e ekonomi, po mendoj në ekonominë e tregut, i kanë vetëm rregullat që do t'i bën, të jenë pandshme. Nëse atje po mund me morë leje, kësë po merë leje, do me thë kjo, do me thë e rënën principin e aspektit barabarësisë para ligjit. Ky problem, kur ne kemi kriju këto kapacitet që i kemi, edhe po i shërbejmë, qeverisë po i shërbejmë, do të është qeveriat na shërbej neve mi mojt edhe mi zhvillu këto kapacitet. Gjendja sot me pëthu po shkon drejt një lloj kryengritje. Unë po menoj që do të detyroheni mund ketë një revolt ku do të njerëz se falimentimet mund ndodhin atyre kapacitetet, sa ato në ato gorore, për e marrëmi shembull, aty kanë investu,
kanë makineri, kanë njerëz, nëse aty nuk arrin ata, po me dhejt morin licencë, o për një arsye vënohen ato licenca, te i mos e vënohen, atëherë ato shkojnë drejt një, po me ndaj falimentimi. Çdo falimentim do t'jetë shumë i rrezikshëm, se ata janë bukur një mos e njerëzës. Ato rrugë të Kosovës, ata i kanë shtru. Ata njerëz me punën, ato kapacitetet sot që na i shumë, janë kapacitet tonë, të shtetit tonë. Edhe 200 milion euro tash importojmë zallë, rër nga Serbia. Pikrisht kjo, do të thonë, nuk o lajm i mirë për neve. Dhe Serbia po pushton tu tregun, po ka dal me produktet e saj. Unë këto defekte dhe këto dobësi jam duke i përcjell, duke i pa, që do të thonë, patjetër ne do të bëjmë një presion, jo presion, po do të gjojmë mënyrën për ta vëdësuar dhe qeverinë, për t'ja hjek komoditetin, nëpërmjet do të zvogëlohet e hyra buxhetore. Çka do të ndodh? Rënimi, nëse thomi te 2030, a do të kemi një projekcion buxhetor të jetë e hyra 5 miliard. Kam bon do farë projekcion. Po. A dhe do të rritët kjo. Se rritja saj në kupta presion në biznese, në krejt rritjen e çmimeve. Ne patëm një informacion që në region ne jemi me një në kategorinë më toll të hyrave, rritjen ekonomike, po. Rritjen, po. Edhe rritjen e çmimeve, që është inflacion, do të thonë shporta, kjo, këto rrethona janë lojme të këqija për arsye se 2030 ose sot vitet shumë shpejt shkojnë. Dhe ne nëse me ndërtu lyp kohë me një ekonomi, një strukturë. Koran Morati është ekonomist, Mimoza Kusari është ekonomiste. Çfarë bilancit të nxjerrim për këtë lloj qeverisje, po? Kur keni një në përshtypjen e parë, një raport të lehtësitur, po them ashtu. Ne kemi një problematikë të madhe. Titulli ekonomist, nëse ti kërkon nuk ki një referencë, që ti ke kriju një subjekt ku është i prekshëm, ke bo një kompani, ke kriju të hyra, ku ke kriju. Nëse ti ke kalu në përdoj institucione këto, duket që i zoti për ato, po kur s'ka arritën ti vetë mi kriju ato të hyra, po i ke mon nga orë ka buxhetin. Mendoj që zotësia, kapacitetet tonë, qeveritare, që janë aty, janë me një faras për mund, janë të mangta, shumë të mangta. Thënë më zbuti. Oponentët tjetër qysh në base do t'i quanin. Unë thjesht menoj që kësaj qeverie, ose po thëmë këti vendi, se qeverit vine shkojnë, edhe sigurisht edhe kjo do të shkojnë. Demokracie, po. Demokraci, do të vim. Do të kenë së ne me ofru nga të veti, jo njerëz mi ledhatu, po ekspert që e thet mendimin e vetë, pëse ne, kur e thomi një mendim, ne vlerësomi nëse kemi pas ndikim. Për gjëra që i dim, ti thomi, jo gjëra që si dim. Unë po tham nga një përvoja afat gjate, për disa, unë i kam qitë në program. Këtu edhe në Angli, do më thë, kam raporte ndërtume, kanë shiku ato, çfarë i do të Kosovës. Janë këtu të dhona, janë publiku, ka autor. Ato që i kam qitë, për disa i dalë zëtë se... I ka lexuar Koran Morati? Sigurisht se bon nga zhvillimore ka dalë për me dhe në një vizit, në fillim, ardhja Kurtit, në pushtet ka qenë plantacionet tonë edhe aty ja kom thonë. Edhe ja kom thonë në një takim... Idenë për bongë zhvillimore? Ja kom thonë, jo veç idenë për bongë, për i ka të gjitha në program për atyne, sigurisht i ka një ashtat të pruna. Po, për juve që... Moda ekonomike shqiptare, strategjia zhvillimore 2025-2030, po. Dhe atër në fillim ju vizitoj Kurti. Më ju ka vizituar? Edhe kjo është gjuhë anglishte, po. Ju ka vizituar? Ja kum tho Kurtit që thjesht unë për e baj mi avdhoj juve për respekt për vendin tem që ju faktikisht keni një lehtësi
nuk i kam nxerr letë unë këtu. O dush me kalu vite për mi nxerr se çfarë po çalojmë. Jo në tho, publikisht, mundon ajo unë s'muj me aqillu tanave, s'muj me ka ekspert për gjitha lamit, po s'po ku, a dënëja, ide shtillimore në fushë strategjike të shtetit që kanë të artikuluara. Janë të artikulume. Çka nuk shkoj mirë midis Kurtit dhe jush? Dhe kësaj qeveria dhe midis jush? Unë nuk kam raporte të këqia me kryeministrin ta them. Me kryeministrin. Mos ta personalizojmë. Mund me kryeministrin mos pajtoj në doktrinat ekonomike, në politikat ekonomike të vendit. Se nuk guxoj ta uli këtë dhe autoritetin, po ta uli ekspertizën përvojën time në këtë vend. Se kam kaluna për disa institucione me ndërtu edhe këtë shtet. Do me që nga Këshilli për Financa deri te drejtori i parë tatimor i qeverisë përkohshme Zavens Minisi, që shpeshherë këtu sulmet më vinë për shkak pikpamjeve të hapura të mia. Në opinione që unë krijoj shpeshherë, sigurisht dikuj u i duket se unë nuk e du, nuk e respektoj. Unë e tham aja çfarë e pret këtë vend. Se du vendin tim. Vend të në do ma shumë se këto qeveri. Normalisht se du vendin tim se i kam fëmin këtë duke jurin. S'ka ma dhe rezervë. Kë është atë dheu jam, kë është shteti jam. Për këtë edhe, pak edhe bërë kombo, po s'po i ceki këtu, se ishin obligim. Me asë një kusht nuk i nënshtrohesh, as kushtit, as kërkuj tjetër. As kujt para Zotit dhe para ligjit do t'jem përherë. Po para njerëzve që, në fakt, me një metodë subversive, se diçka tjetër. Të sulëm në rrjetet sociale që bëjnë. Po, e ndjeni këtë gjuhë? Po, aja gjuhë e vërrejti, se denigrimit, aja mund të qëndroj 24 orë, po njerëz që më njohin e din kush jam, si kum vepru. Asni cent, do me thonë, nuk shmanget nga veprimet e mia, nga ndërmarrja, holdingu jonë, për shtetin, për arkën e shtetit. Unë jam aq përgjegjës, për atë arkë. Mirë po, ata që sot po e qeverisin këtë arkë, do të kenë përgjegjësi më të madhe se nëse arka po përdoret për me financu nejen, i thëmë, konsumin me rritën, duke ju dhënë njerëzve para, duke nejtur, e jo duke ndërtu një politik që njerëz edhe ndërmarrje Dembelin, t'y hipën paraja, por që ne ata mënyrë aktive nga kafenet ato t'i çojmë në hallat tona prodhimit, edhe na lehtësohet neve me ndërtu një politik sociale afatgjate, jo të momentit. Unë sot jam pensionist, marr 150 euro, ne jemi diskriminuar negativisht si gjeneratën, si brez, për shkak atij kushtit. Gjithmonë s'ka ndërtim një politike të qartë, edhe sociale, afatgjate. Ka breza që mbjetojnë me qato. Do thonë, janë diskriminuar negativisht. Unë kam burime tjera, se kam punu, po unë e flas në emrin e një diskriminacion. Komunitetit, gjeneratave që rri shpeshherë, pi kafe, ata s'kan burime. Jetojnë me taksiratet socio-ekonomike, po. Tranzicioni. Nëse ne po ndërtojmë politikat, let vdesin ata kishin dikur shtyllat e ndërtimit të shtetit. Ky shtet u ndërtu nga plot breza, që dhanë çka mundën edhe ditën, edhe sot mos trajtohen me një dignitet, mendoj që nuk është e drejtë. Pse? Nëse gashi nuk e keni ndjerë, nuk e keni përjetu në mbështetjen e kësaj qeverie, po zullumin, a e keni përjetu të kësaj qeverie? Unë nuk muj me thonë ndonjë zullum direkt, po indirekt, mos përmisimi i ambientit, bërit biznes, ku i ceka energjia, edhe faktor tjerë, është një lloj indirekt, një lloj zullumi, se në fakt ne nuk mund të lëshojmë vendin tonë. Dhe ky zullum mund të shpërthej, siç e thatë, në revolt. Unë e tham që... Po druash që mund të shpërthej në revolt. Ja e kemi Shqipërinë. Pse njerëz rrinë rrugë? Ka një arsye. Do të thonë, është një farë rregulli në jetë. Hesht edhe dëgja. Dëgjoj njerëz farë flasin. Mund ta marrësh përgjigjen se njerëz
do me thonë kanë durim mas për, por nëse durimi ka përcejet, ne do të kemi problem. Unë kam pa njerëz në procesin e fundit votimit që ka thonë nuk kam kur fa shpresë me dalë me votu, dhe njerëz kanë dalë me votu. E kupton, që do me thonë gradualisht ne kemi me pas problem që me i thirë njerëz me votu, se e kanë humb shpresën për më mirë, në fat gjatë për diçka. Cila është struktura sotme ekonomike e Kosovës? Struktura ekonomike. E zhvillimit e industrisë, biznes, cila është? Sa ka qëndrueshmëri në pikpamje të aftësisë konkurruese, sa po hub tregjet? Unë e kam thënë dhe thëmë për herë, këta janë patriot e pas luftës që investon në të rrethona duke shpresu në përmirësimet të biznesit, ndërtuan kapacitete dhe shteti edhe pak funksionimi i tij po funksionon soje këtyne njerëzve që e morën rrezikun për me investu në vend tonë, me një patriotizëm, me një rrezikim, të gjithë ne. Edhe sot? Edhe sot. Nëse shteti ka ndërtuar ndonjë strukturë, unë nuk po muj me prek. Ku jemi sot me këtë strukturë ekonomi? Sa po shkërmoqet? Unë po mendoj që jemi në një rrezik. Humbja besimit edhe mos hapja e syve para problemeve që do të na vinë. Ato do të na vinë edhe janë shumë probleme të mëdha që do të na vinë për me qëndru vetë shteti i Kosovës, me qëndru në kombë të veta, nëse ne nuk po e kuptojmë këtë momentum, po luajmë lojra politike, jo kjo, ja aj. Edhe energjia po mbetet ai një konsum, po miret. Vetë konsumi për zgjedhje, për këto, nën kupton që ajo financimi nejes, ajo nuk është financim që do të kthehet. Se asgjë s'është punu. Ti e financon jo punën, ti edhe aty zvoglon për kraja, për botën e biznesit, për shembull të gjitha ato tyra që kishin nga Bashkimi Evropian, që ne sot po luftojmë me 100 milion euro rrezikojmë të mos jarkëtojmë. Me mor, ja tash ishte. Kujt nuk i bëhet vonë po shihet kjo? Ishte përpunimi i plantacioneve tonë një fabrik për me thaat kumblën, me bo një produkt në rafta tonë, jo të vjen nga Turqia, Serbia. Kurse ato do të prishën nëse s'ka një grant me mshtet teknologjinë. Atë teknologji se është e vështirë dhe se bojmë një përvojë. Do me thonë këtë vrejet, se s'ka. Do me thonë asë një e hyrë nuk krijohet nga donacione, subvencionet që vinë. Sepse kemi stabilitet politik. Me 5 gusht do të mlidhet kuvendi për të konstituu. Me 5 apo me 6 ishte gusht. Se datat edhe mund të lëvizin këta. Si po lëvizin dhe si po gravitojnë me këtë vullnet të paqëndrueshëm politik. Pritet të konstituohet kuvendi. Do duhet të formohet dhe qeveria. Do duhet shpejt të zgjidhë dhe presidenti. Siç do duhet të kishte Kosova stabilitet që nga shkurti i vitit të kaluar, ku patëm një vit të humbur. A rrezikon Kosova që edhe këtë vit ta ketë të humbur me këtë çësje nëse zvaritet, nëse nuk dëshmon vullnet qartë politik. Unë mendoj që veç i humbur o viti, se ne jemi në përfundim muajit 7. Na pret dimni. Ne në botë biznesit e kemi frikë si do të kapërcej me dimën. Kuvendi është lajmi mirë nëse ai konstituohet, po unë dyshoj që do të funksionalizohen të organe, edhe për të fillu punën, për të marrë përgjegjësi ata që do të zgjidhen aty. Do thonë, është e pamundur një efekt pozitiv i menjëhershëm me mri. Se është humb kontinuiteti, dhe serioziteti i përgjegjësisë, do me thonë. Në këtë rafsh, kishte me kohë për neve lajmi mirë nëse me 6 gusht? Nëse me 6 gusht do të dim cili o personaliteti
përgjithësi këtij vendi. Sepse klima pa qëndrueshme politike po godet direkt biznesin. Të strukturë ekonomike, po them që pas siurt ekonomike, sipas odave të tjera, po kjo strukturë e krijuar ekonomike po goditet. Ne për çdo lëvizje pozitive do ta falenderojmë dhe do të mendoj për krahmi. Por onën tjetër, për çdo dobësi, do t'i them gjërat ku janë. 2026 për ju viti i humbur. O viti i humbur është. 2025 ishte viti i humbur. Po, nëse efektet pozitive do të mrinë 2027. Dhe kjo për ekonominë është, për biznesin? Nuk lajmi mirë, do me thonë për ekonominë, ramje po mendoj e shitjeve, tyrave, krejt ato, nëse një vet, në bujqësi, është breshër, ose për një arsye këtyre është humbje, 5 vite do të me punu me kuperu. Këto e mësova duke qenë edhe ndatë lami. Kështu që nuk do koment. Nëse një vet ka zgjatë mos funksionimi, ne i kemi edhe 5 vite te 2030, mos stabilitet kemi. Nuk mund në mënyrë automatike, më njëherë, lokomotiva quajtur shtet funksionalizohet, stabilizohet. Se ka shumë vagoneta, aja mbrapa që do t'i tërheq. Të proceset janë ndalë. I vetëmi funksion i qeverisë tash, paroja mirët në përkufe, buxheti ka që paro dhe shpërndarje. Du me thonë s'kemi politik tjetër, fare. Një vendim strategjik po i mungon Kosovës sipas vetë Washingtonit, mendimi i qeverisë për të aprovuar propozimin amerikan për gazin e lëngshëm të tyre që është pjesë e rjetëzimit energjetik në gjithë Evropën, në gjithë Ballkanin perëndimor, rrjedhimisht gjithë Evropën, për të mos se bërë të varur Evropën nga faktori rus. Aktualisht Kosova nuk e ka këtë vendim. Për ju, është domosdoshëm gazi i lëngshëm amerikan në kohën kur ne për 6 vite nuk rritëm asnjë kapacitet prodhimit të energjisë me gjithë zotimet. Duke ditë për mosat amerikane në ndërtimin e shtetit, lirin, e gjitha ndikimet e tyre, ndërtimi asaj infrastrukture që lidhet me Amerikan nga Shkupi, mendoj që janë ma racionale edhe në aspektin ton ekonomik, strategjik edhe kombëtar, për arsye se ne në ekonomi do të lidhim me ata që kemi në rreth tonin. Përjashto këtë Sërbin, destruktiviteti saj e blokon. Serbia pranoi, është të pak dhe me dialogun strategjik që filloi. Po, normal. E që e humbi Kosova aktualisht. Edhe mendoj që shumë racional, politika sotshme e çmimeve ose disa politikave se jo kjo, jo aja, mendoj që na vonon çdo ndërtim infrastrukturës që ka me shku në shërbim kapaciteteve e lehtëson. Po të ishit ju kryeministra, do të kishit hamendje se çdo të bënit me një projekt tillë strategjik amerikan, që nuk është veç projekt strategjik ekonomik, por para së gjithash ka të bëj edhe me karakterin e vetë sigurisë, me arkitekturën e sigurisë. Jo vetëm Kosovës, gjithë rajonit, që ky rajon të mos i nënshtrohet një fushate të përpjekjeve ruse për ta minuar gjithë investimin perëndimor në rajon. Unë nuk doja të isha vënu, po që në start do e përkrahja një diçka shumë dobishme për Kosovën, për një bazë të infrastrukturës për investime që do të vinë dhe do të rrjedhin në të ardhmen. Se zakonisht infrastrukturat ndërtohen, krijojnë parakushtet për ardhin. Çdo investitor, si amerikan, si të tjerë që do t'i kemi këtë, ne në fakt nuk hupi integritet, po veç ka e shtojmë këtë pavarësinë tonë. Aleatet do të mirë t'i trajtojmë, edhe ata që i kemi, t'i ruajmë si së të ballit, pasi që nuk janë fitu letë, edhe ne krahas tyne do të integrojmë tregje të tjera
kur je pjesë e një ekonomie të madhe, ti faktikisht mund të ndërtojsh, se thash në fillim, pse do të kemi alat, edhe pse partner do të ka dikon 5 delegacionet prej Turqisë që janë shqiptar edhe turq, që po kërkojnë me bon partneritete këtu në energji, sidomos në energjian, edhe herën e fundit njëri nga ata tha që me njëherë po i alokoj mjetër, thash pret, thash se sigurin e kam problemet e infrastrukturës edhe une po i shty me gjaks. Se djeli po nxejnë, a na faktikisht ato energjia e përtëreshme, në kuadër të diversifikimit të energjisë. Partnerët të huaj neve nuk na dëmtojnë, nuk janë pushtues, pa ata krijojnë një mundësi që edhe na me njoft në krah të ata kanë hec, kanë diçka të mirë për neve. Kulturën e biznesit, të rritëzimit. Kanë kulturën e biznesit, edhe ne krahas asaj, ai raporti 51 gjave në qerë që zakonisht të bon, në gjuhën popullore, po dy hise, tonat një atyre nuk na dëmton. Faktikisht, na krijon urat komunikimi. Ju i thatë ati partnerit që mos u ngot. Mos u ngot, krijoni kompani këtu në Kosovë, edhe ka kriju kompanin, edhe do shikojmë, pasi që krejt ai konglomeratë po them infrastrukturë që na përcjell. Për shembull, ne kemi një problem. Verifikimi, aty do të kryetar. Zëreja që është aty. Po, janë këta faktorë që na dim se e kena vështirë me ta. Aktualisht, normal. Nga ajo që po flet shtetin, po është përkatësisht këtë pushtet, se shteti o tjetër konstruksion, këtë pushtet po është si mal me bjeshk aktualisht të pakaluar. Unë i kam thonë... Një bjeshk të pakalushme. I kam thonë kryeministrit herën e fundit, kur ka qenë zyra për investime, investitor, do t'jetë lidhur me ty si kryeministri, jo mu shetit biznismen në për zyra periferike të qeverisë, edhe dhe sa më rrinë të ty ata humbin energjin. Është qetër që unë kam lindë, më rritë të zhvullu edhe i pranoj, po. Këtë ngarkesat, s'unë e di që një dit, do t'jetë dalja atje ku në fund tunelit, ku është drita. Nuk e kam atë problem. S'ka këthim në brapa. Do me thotë, sa do që një kryeministër, ose një tjetër që do t'i vjen, nëse s'është në interes të dheu tokës, fejës tem, kombit tem, nuk do t'ja baj rafsha. Edhe aje ideja kom thonë që bane si në region, se mund dikush atje ta nalë për një interes edhe investitor të humbin edhe neve për në ndodhë sot. Nëse ti se lejon, që të nënshkrimi, se ka leju kryeministri që të investim për ndeshet me jo strategjinë e zhvillimit i vendit që i thamë ato, por mos thumpin kohë njerëz. Mos shëtiten në përzyrat shtetit, se është bo shteti shumë një godin, një piramide madhe, as kompetenca që nuk janë pushtet lokal qendror definuar, shpesh jam detyru me morë një pushtetit qendror, një lokal me të bu. Me ndërmjetësu ata, për me mujt me morë një letër tjesht për një diçka. Që në me thonë kjo, nuk ka ndodhë në pushtetet e kalume. Po e paraqet gjendjen shumë të zëmt. Po e zëmt ashtu, nuk mujt tash me thonë që merë diçka letë. Diçka mirë, po ecja jonë ka qenë o me lëshu, që kur nuk e kam pas qasin me lëshu Kosovën, po? Kosovë, mja këtë i shpinën. Tani kam regjistru një kompani në Londër, për me mujten, me pa se si trektohet, si punohet atje, që dhe thëmija me përveç që e kanë këtë, pëmë është mbjellë këtë, kompania ka zhvillu shtatin të, po let komunikon me tregje për mu rritë. Në me thonë, në ambicie legjitime. Në ambiente ligjore legjitime. Po është ambicie o qëllim legjitimi i biznesi, po. Pasi që këtë mungon, edhe dikuj, po i flehet, për një moment, po, kur të zgjohet e tashe gjendjen se çfarë kemi, atëherë kupton edhe... Po flet gati me gjuhë dorëzimi, kundrejt këtij pushteti. Po flet gati që jeni dorëzu bizneset kundrejt pesheni pushtetin si bjeshk të pakalueshme. Mu ma kanë thonë shumë biznesmen këtë, se normë që kam një strukturë, komunikimi,
në Shkup, në Tiranë, Stamboll, Po. kam qenë edhe jashtë, kam qenë edhe në New York, biznismen atje se si menojnë ata sen, sa ata i përcjellin zhvillimet tonë, ata pak lek që kanë një cungë të dëshirojnë. Si është Kosova sot, po s'ka siguri politike, s'ka institucione, ka krizë raportesh. Edhe ata janë e ardhmja jonë. Për shembull, kam pas raste me mira Muratin me pi kafe dhe më ka pëlqyer që e ka nacionalizmin tamam. Ato the dijen që unë do ta kem në favor të kombit tem, do të jetë gratis. Si qeverisë Tiranës, si të Prishtinës, mund t'ja jap për sistemet që sot, që ne s'kemi komunikim, po mendoj me teknologjitë që sot këto qeveri nuk nifen halasit sigurta. Ma thonë siguria këtyne qeverive për informacion në nivel botëror nuk nihen, nuk o një strukturë e ditur. Çfarë ju tha Mira? Çfarë ju tha Mira? Ai më la përshtypje që e ka mendjen edhe të adheu, përveç që ban luftë në Tregje globale, po. Ide globale. Që do me thonë, na jem ambasador të shtetit tonë ku do që shkojmë. Nuk mund ta luftojmë një ambasadë që mbyllët për neve, ne patëm një takim atje, u dhe shoqatën mi gjeni me përdor, mandej ambasadori i kipi atoj, që do me thonë, sërdh hesh. Ku? Në SHTB? Jo, në Ljubljan. Në Ljubljan, po? U mush ambasada, një ekspozit. Është atje Berisha, ky Martini. Jo, nuk ka Martini, nuk ka Martini. Martini është në Zagreb. Në Kroaci, po. Kroaci, po. Edhe aja ishte një sjellje shumë e keqe. Ai paguhet nga taksat tona për të prit grupet, ishin paguar nga xhepi jon njerëz afares, edhe afares shqiptar, po edhe sloven që erdhen për herë të parë. Për të marrë pjesë në forum, po? Po, për me kriju një mini forum, që me para përgatit një forum më të madh pasi dihen përvojat tona. Ambasadori i Kosovës nuk erdhi. Nuk erdhi aty. Unë tash nuk mujmë me thosh. Ndoshta nuk e ka ditë. Kishte lënë një zyrtar. Jo, e ka ditë mirë. E ka ditë mirë, po. Thjesht pse këta me bëu këtë aktivitet. Po ndjeni të shpërfillur. Normal, i shpërfillur kur ne paguajmë pagën e tina. Kush ja pagun atina pagën? E pagun buxheti i Kosovës. Kush e krijon buxhetin e Kosovës? Do të jemi me kohë, më spim shelset, për me mbrojt po mendoj shtetin ton, vendin ton, s'kemi atë dhe rezervë. Ky është. Do ta kuptoj secili, puna e pushtetit është nuk është kërkosh pronari i shtetit, është populli i këtij vendi, edhe na do të jemi nuk e kam urrejt kërkan. As kurtin, as thoqin, ja kom tha dhe qeverisë thoqin, për gabimet ku i kanë bërë. Bili kam qenë pjesë e ndërtimit atje. Edhe këti ja kom tha. Po ja tha mënyrë të hapur, nuk kam urrejt jone. E ke zgjedh partinë, është mendimet ideologjike tua. Por unë flas për biznesin, mënyrë të pamshme, që du ta shoh vendin tam të ngritur. Edhe jam i lumtur që po mundemi me bo, kur vinë disa e vizitojnë atë pjesën tonë atje, shohin plantacione, shohin fabrika, shohin energji solare, shohin liçenin e atë, ata po mendoj po kënaqen se po ju kthehet shpresa. Ata nuk e dinë sa ku mjekun e mi bon. Nuk e dinë taksiratët prapa perde. Po si dinë që ato. Gashit, falenderoj për kontributin në këtë intervistë si kryetar i Odës Ekonomike Shqiptare. Mirëpres edhe në tjera intervista, emisione, kur do që shihet me rëndësi pjesëmarrja juaj, e është rëndësishme në demokraci pjesëmarrja juaj në debat publik, në trajtim të tema publike, sigur se edhe EUDA-ve të tjera dhe kujdo tjetër kontribus që ka ekspertizën e tij, po. Ishte kënaqësi edhe mos hezitoni se kur është diçka me dhënë një kundërbot, unë të gjitha punë tjera i nalit t'i tham ato që mendoj. Nuk jam i përsusën, po kërkoj një identitet natyrshëm real. Kur do kjo studium mjeti të hapur për ju, si kundër dhe për tjerë kontribues që përfaqësojnë ekspertiza të ndryshme. Faleminderit. Lutem.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.